Prova e madhe, Zanafilla 22. Vargjet kyçe të kapitullit. Lexojmë vargjet 1 dhe 2. Mbas këtyre gjërave Perëndia e vuri në provë Abrahamin dhe i tha: Abraham. Ai u përgjigj: Ja ku jam. Dhe Perëndia i tha: Merr tani birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun, shko në vendin e Moriave dhe sakrifikoje në njën nga malet që do të tregoj. Vargu 13. Atëherë Abrahami ngriti sytë dhe shikoi dhe ja prapa tij një dash i zënë prej brizhësh në një kaçube. Kështu Abrahami shkoi, mori dashin e tij dhe e ofroi si sakrificë në vendin e të birit. Vargu 18. Dhe tërë kombet e tokës do të bekohen te pasardhësit e tu, sepse ti u binde zërit tim. Ky është kapitulli kulminant i gjithë udhëtimit me Abrahamin dhe ndoshta i gjithë dhjatës së vjetër. Çdo gjë që Abrahamit i mësoi besimi deri tani vjen bashkë këtu, në 3 ditë rrugë drejt një mali. Besimi që nuk pyet, dashuria që nuk ndalet, dhe befasia e Perëndisë që sjell dashin në çastin e fundit. Dhe në fund, jo vetëm Isaku shpëtohet, Fara shpëtohet. Ajo Fara e Zanafillës 3:15 që ka udhëtuar me ne që nga Edeni. Konteksti historik dhe kulturor. Ky kapitull fillon me 2 fjalë të rëndësishme që shpesh kalojnë shpejt. Perëndia e vuri në provë Abrahamin. Vargu 1. Teksti na e thot qartë që në fillim, kjo është provë, jo urdhër i vërtet flijimi. Lexuesi e di, Abrahami nuk e dinte. Ai dëgjoi urdhërin ashtu siç i erdhi nga Perëndia, dhe ai dëgjimi verbër ndaj Perëndisë është pikërisht çfarë po shihnim. Flijimet njerëzore ekzistonin në kulturat pagane rreth Abrahamit. Kananejt, Moabitët, madje edhe disa popuj të Mesopotomisë flijonin fëmijë. Prandaj, urdhri sado i tmerrshëm nuk ishte krejtësisht i paimagjinueshëm për kulturën e atëhershme. Sepse Abrahami edhe do të kishte dëgjuar histori të tilla. Por ky kapitull do të tregojë se Perëndia i Abrahamit është krejt ndryshe nga perënditë e popujve. Ai e ndalon flijimin dhe ai jep ai vet. Dhe kuptojeni peshën e plot të urdhërit. Isaku nuk ishte thjesht djali i vetëm i dashur. Ai ishte fara e gjithë premtimit që kishim folur, kemi parë deri më tani. Perëndia kishte thënë nga Isaku do të quhen pasardhësit e tu. Kapitulli 21, vargu 12. Tani po thoshte flijoje. Po, s'po na dalin llogarit si do të dilte ky premtim. Kjo ishte kontradikta e plot, 2 premtime që dukeshin të papajtueshme. Dhe Abrahami sipas Hebrejve 11, vargu 19 arriti në një përfundim të mrekullueshëm. Perëndia mund ta ringjall edhe prej së vdekurve. Nuk e zgjidhi kontradiktën, por besoi tek Perëndia edhe kur nuk shikonte dot. Shikojmë së bashku vargun 2. Kemi urdhërimin nga fjala hebraike që është lek ha, dhe është hera dytë që përdoret. Po të kujtoni nga mësimi 11, urdhëri i parë i Perëndisë për Abrahamin ishte lek ha, dhe do të thotë shkoti vet. Pikërisht te kapitulli 12 vargu 1. Kishim thënë se kjo shprehje e rrallë do të shfaqet edhe një herë tjetër në të gjithë Biblën. Dhe ja ku është kjo herë, është hera e dytë. Merr djalin tënd dhe shko. Vargu 2. Është e njëjta strukturë fjale, edhe është e njëjta fjalë. Por çmimi është i ndryshëm plotësisht. Thirrja e parë i kërkoi të shkuarën, familjen, vendin, sigurinë. Thirrja e dytë i kërkon të ardhmen, birin, premtimin, gjithçka që kishte fituar me besim. Lek ha i parë e bëri Abramin Abraham, dhe lek ha i dytë do ta bëj Abrahamin atin e besimtarëve. Të shikojmë së bashku vargjet 3 deri në 10. Kemi heshtje në rrugë. Abrahami u ngrit herët të mëngjes, vargu 3. E njëjta frazë e bindjes së shpejtë si te rrethprerja 17:23, pa vonesë, pa negociata, pa le të fle natën mbi të, ose fat lutem. Mori djemt
mori qarën me dru, zjarr dhe iku, dhe teksti nuk na tregon asnjë fjalë nga Abrahami gjatë 3 ditëve në rrugë. 3 ditë heshtje. Ndoshta 3 ditët më të gjata në historinë e jetës së tij. Po çfarë po mendonte? Si flinte, si shikonte Isakun? Bibla nuk na thot. Dhe kjo është heshtja shumë më e fuqishme se çdo shpjegim. Kur i le malet e Hebronit pas dhe sheh mbjelljet e Bershevës, Abrahami e dinte, atë pemë kishte mbjellë me duart e veta. Dhe tani çonte djalin e vet tek vdekja. Le të qëndrojmë gomarët këtu, unë dhe djali do të shkojmë atje për të lutur dhe do të kthehemi. Vargu 5. Vini re, do të kthehemi. Shumës, Abrahami i foli me besim para se të shihte ndonjë shpëtim. Vargjet 7 dhe 8. Vjen pyetja më e madhe dhe më e vështira, që nuk ka pasur kurrë një përgjigje kaq të dhimbshme në Bibël. Bab, ç'është djali im? Ja druri, ja zjarri, po ku është qëngji për flijim? Imagjinoni Abrahamin në atë çast, djali që kishte pritur 25 vjet, djali të qeshurës, po i drejtohej atij me besim të plot, dhe përgjigjja e Abrahamit është fjalia më e madhe për që tregon besimin e tij në të gjithë zanafillën. Perëndia do ta siguroj vetë qëngjin birim, vargu 8. Nuk e dinte si, por e dinte që do të ndodhte, dhe si rezultat ecin bashkë të dy. Vargu 8. Kur ati dhe djali ecin bashkë drejt Perëndisë, edhe rruga drejt vdekjes bëhet rrugë e besimit. Vargjet 9 deri në 12. Dora e ngritur dhe zëri nga qielli. Arri në mal, Abrahami ndërtoi altarin, lidhi Isakun, e vuri mbi altar dhe ngriti thikën. Teksti nuk na thot moshën e Isakut, por një gjë tjetër e thot, Isaku mbarte drurët, vargu 6, që do të thot ishte i rritur mjaftueshëm, dhe që u lidh mbi altar pa rezistencë, paktën që regjistrohet në Bibël. A kishte zgjedhje? Natyrisht që po. Abrahami ishte i moshuar, Isaku i ri dhe i fortë, Isaku ju bind vetë. Kjo është bindje e dyfisht e atit dhe e birit, bashk drejt Perëndisë, dhe kjo sken, ati dhe djali, drumbi supe, mal, altar, lidhje, është pasqyrë më e plotë e kryqit se sa çdo gjë tjetër në zanafill. Dhe pikërisht aty, Abraham, thirrja dyfisht urgjente. Mos e shtri dorën mbi djalin. Vini re, Perëndia ndaloi dorën e ngritur, jo dorën e gatshme. Duhej të ngrihej dora e vërtet, bindja e vërtet, para se të vinte ndalimi. Perëndia nuk e teston besimin me fjalë, e teston me vepra. Dhe vërejtja hynore tani di që ke frikë Perëndin, sepse nuk mu fshehe, nuk më kurseve djalin tënd të vetmin. Vargu 12. Çelësi i kapitullit. Prova nuk ishte për të ditur nëse Abrahami donte Perëndin. Ai e dinte që e donte. Prova ishte që Abrahami të dinte dhe bota të dëshmonte se sa i thellë shkonte ky besim. Tani vargjet 13 deri në 19. Dashi dhe bekimi i fundit. Pastaj Abrahami ngriti syt. E njëjta frazë e kapitullit 13 kur Perëndia i tha ngri syt dhe shiko. Dhe pa dashit. Jo çdo herë Perëndia largon provën para se ta kesh kaluar. Dashi erdhi pas bindjes, jo para saj. Dhe Abrahami e quajti vendin Jehova Jire, Zoti do të siguroj. Dhe u bë proverb, në malin e Zotit do të sigurohet, vargu 14. Çdo herë që dikush thot Zoti do të siguroj, po citojnë Abrahamin në atë mal, dhe me bekimin e fundit, vargjet 15 deri në 18. Perëndia ripohon gjithçka, fara, kombet, toka, sepse ti dëgjove zërin tim, jo sepse besove shumë gjëra, por sepse dëgjove. Bindja specifike, konkrete, e veçantë, besimi pa bindje mbetet thjesht teori. Dhe vini re këtu, edhe diçka të fundit, pas malit Morijave, Abrahami u kthye tek shërbëtorët e tij. Vargu 19 dhe Isaku nuk përmendet me emër.
Interpretues të ndryshëm kanë pyetur ku shkoi Isaku. Teksti nuk thot, po çka dim është kjo. Moria ndryshoi gjithçka. 2 njerëz ngjitën malin, dhe 2 njerëz ose u kthyen ose secili mori rrugën e vet. Prova e madhe gjithmonë e ndryshon njeriu. Pas morijave, Abrahami nuk është më i njëjti. Fjalët kyçe të kapitullit. E vuri në provë, vargu 1. Fjala origjinale nisa, të provosh, të testosh, të verifikosh. E njëjta fjalë e provave të shkretëtirës për Izraelin, Eksodi 16:4. Perëndia nuk na tundon drejt së keqes, Jakobi 1:13, por na vën në situata ku besimi ynë del në pas si ari në furr, prova zbulon, nuk shkatërron. Ja ku jam, vargjet 1, 7 dhe 11. Fjala origjinale hineni, ja unë i pranishëm, gati. Kjo fjalë shfaqet 3 herë në kapitull. Abrahami i thot Perëndis, vargu 1, Isakut, vargu 7 dhe angjëllit, vargu 11. I njëjti disponim ndaj të gjithëve, Perëndis, djalit dhe angjëllit të ndalimit. Besimi vërtet nuk ka fytyra të ndryshme, një për Perëndin dhe një fytyrë tjetër për njerëzit. Jehova Jihre, vargu 14. Nga Jehova, Zoti dhe Jire do të shoh, do të siguroj. Zoti do të siguroj ose Zoti do të shoh. Emri i vendit u bë besim i popullit në malin e Zotit që do të sigurohet çdo herë që ke nevojë dhe nuk sheh rrugdalje. Jetë mali Moria, dhe emri i tij është i njëjtë. Dëgjove zërin tim, vargu 18. Folja Shama, dëgjove dhe u binde, e njëjta rranjë me Ismailin. Shama dëgjon, por këtë radhë subjekti ndryshon. Jo Perëndia që dëgjon njeriu, por njeriu që dëgjon Perëndin. Çelësi i bekimit nuk është madhësia e besimit, por dëgjimi i zërit të Zotit. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Asnjë kapitull i Zanafilës nuk tregon kaq qartë drejt kryqit sa ky. Pikat janë të shumta dhe të sakta, dhe dhjata e re i konfirmon të gjitha. Abraham mori birin e tij të vetëm, të cilin e donte, vargu 2. Perëndia aq shumë e deshi botën sa dha birin e tij të vetëm, Gjoni 3:16. Isaku mori drurët e flijimit mbi supe, vargu 6. Jezusi mbajti kryqin drejt Golgotës, Gjoni 19:17. Malet janë afër njëri tjetrit. Moria është ajo zonë e Jeruzalemit ku më vonë u ndërtua tempulli dhe ku u kryqëzua Krishti. Isaku u lidh mbi altar, vargu 9. Krishti u gozhdua mbi kryq. Por pastaj vjen dallimi i madh për Isakun. Erdhi zëvendësuesi, dashi në vend të djalit, vargu 13. Për Krishtin nuk erdhi zëvendësues, ai vetë ishte zëvendësuesi për ne. Ai që as birin e vet nuk e kurseu, por e dha për të gjithë ne, si nuk do të na fal bashkë me të edhe çdo gjë tjetër. Romakët 8, vargu 32. Pali e citon saktësisht frazën e Zanafilës 22:16. Nuk kurseu dhe aplikon tek ati qiellor, ati i Abrahamit, që nuk kurseu Isakun në minutën e fundit. Ati qiellor nuk e kurseu birin e vet, sepse biri kishte marrë vendin tonë. Te Hebrejnë 10:19 na tregon se Abrahami mendonte se Perëndia mund ta ringjallë edhe prej të vdekurve, dhe nga ana metaforike e mori mbrapsht nga vdekja. Isaku i kthyer gjallë ishte figura e ringjalljes, dhe 3 ditë rrugë ishin figura e 3 ditëve të varrit. Aplikimi për ne sot. Alpinistët kanë një rregull. Ata nuk e lëshojnë ankorimin e vjetër derisa të jenë siguruar për ankorimin e ri. Abrahami bëri të kundërtën. Lëshoi ankorimin e vet, Isakun, pa ndonjë ankorim tjetër rezervë, por duke u mbajtur vetëm tek Perëndia. Pikërisht ky është besimi i vërtet, të lëshosh atë që mban dhe t'i besosh atij që s'duket. Nga ky kapitull ne mësoj. Së pari, ngrihu herët kur Perëndia flet. Abrahami u ngrit herët në mëngjes,
Jo pas 2 ditësh reflektimi, por mëngjesin e parë, bindja e vonuar shpesh bëhet bindje e braktisur, kur Perëndia të flet qartë, pyetja s'është a do t'i bindem, por sa më shpejt. Së dyti, thuaj do të kthehemi, edhe kur nuk e sheh se si. Abrahami nuk dinte se si do të kthehej bashkë me Isakun, por foli me besim para shërbëtorëve. Besimi shpesh kërkon të flasim para se të shohim, jo gënjeshtra, por besimi shprehur me fjalë, para se prova të mbaroj, do të kthehemi. Ishte lutje e bërë me gojë hapur. Së treti, Perëndia do të siguroj, nuk është frazë, është teologji e vërtet. Shumë themi si zakon, Zoti do ta bëj, por Abrahami e tha kur s'kishte asnjë shenjë dashi. E besoj para se ta shite. Kjo frazë do të thotë Perëndia ka parë tashmë atë çka unë nuk e shoh ende, dhe ka siguruar tashmë atë çka unë kam nevojë. Beso atë para se ta shohësh. Së katërti, mos i mbaj Isakët lidhur fort. Prova e Abrahamit nuk ishte vetëm a do ta flijonte Isakun. Ishte a e ka Perëndin mbi Isakun. Edhe ne kemi Isakët, fëmijët, karriera, shëndeti, shërbesa, marrëdhënie, gjëra të mira të dashura të dhëna nga Perëndia. Problemi bëhet kur i duam më shumë se dhënësit, pra Perëndin. Mba gjërat e mira në dorë të hapur, ato janë hua dhe jo pronë. Së pesti, ja ku jam ndaj Perëndis i thua, djalit dhe ëngjëllit. Abrahami tha, hineni 3 herë, ndaj Perëndis, ndaj Isakun, ndaj ëngjëllit, i njëjti njeri, i njëjti disponim. Besimi i vërtet ndryshon fytyrë. I pranishëm me Perëndin po aq sa me familjen, me shërbesën po aq sa me miqt. Integriteti do të thotë ja ku jam, kudo. Së gjashti, dëgjoje zërin, jo vetëm ndjenjat. Bekimi erdhi sepse dëgjove zërin tim, jo sepse u ndjeve mirë, jo sepse e kuptove me arsye, por sepse dëgjove. Ndonjëherë Perëndia flet kundër ndjenjave tona. Si me Abrahamin, mëso të dallosh zërin e tij përmes fjalës dhe pastaj dëgjoje edhe kur kundërshtojnë ndjenjat. Çfarë mësojmë ne nga ky kapitull? Pra, Zanafilla 22 është kulmi i udhëtimit të Abrahamit dhe kulmi i Zanafillës deri më tani. Dhe na tregoi ky kapitull thirrjen e dytë, lekha, heshtjen e 3 ditëve dhe fjalën dhe shprehjen do të kthehemi. Të thënë para se të dihej, si pyetjen e Isakut dhe Perëndia do të siguroj. Thana para se të shihej dashi, dorën e ngritur dhe zëri nga qielli. Dashin në vend të djalit dhe emrin Jehova Jire dhe bekimin e fundit, sepse dëgjove. Dhe mbi të gjitha hijen e qartë të kryqit. Biri i vetëm, drurët mbi supe, mali i Morias dhe ati që këtë herë nuk kurseu, sepse biri i tij kishte zënë vendin tonë. Mbaje mend këtë varg. Perëndia do të siguroj vetë qëngjit. Zanafilla 22 vargu 8. Abrahami e tha para se ta shihte dashin. Ti mund ta thuash edhe sot para se të shohësh si, sepse në malin e Morias Perëndia ka treguar se e mban fjalën. Zoti do të siguroj. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me ju. Zoti ju bekoft.